Sot në hapjen e shkollës shqipe Iliriada në Sint Niklas morën pjesë figura të rëndësishme diplomatike të komunitetit shqiptar. Albana Daullari, ambasadorja e Shqipërisë në Belgjik dhe Miftar Kryeziu nga konsulli i Kosovës u shprehen të lumtur dhe entuziast për këtë nismë, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së gjuhës dhe kulturës shqiptare tek fëmijët e komunitetit. Të dy e konsideruan hapjen e shkollës një moment të veçantë që forcon lidhjet e shqiptarëve me rrënjët e tyre kulturore dhe integrimin e tyre në jetën lokale të Sint Niklas. Si e përjetoni ju sot hapjen e kësaj shkolle shqipe dhe çfarë domethënie ka për komunitetin shqiptar? Faleminderit për intervistën, edhe sot është një ditë shumë e rëndësishme për gjithë komunitetin shqiptar në Sint Niklas. Do doja të falenderoja shoqatën Iliriada për punën që kanë bërë, jo vetëm për hapjen e shkollës në Antwerp, por tani edhe hapjes shkollës së dytë në ombrellën e shoqatës Iliriada. Mendoj që është një moment shumë i rëndësishëm për komunitetin shqiptar. Shkolla do të ndihmojë për ruajtjen e kulturës, për mësimin e gjuhës shqipe, por siç u përmend edhe gjatë takimit, kjo shkollë do të ndihmojë edhe për integrimin e komunitetit shqiptar nëpërmjet mësimit të gjuhës flamane, po dhe aktiviteteve tjera në jetën flamane, pra integrimin më të mirë të komunitetit tonë. Prandaj e përsëris edhe një herë, ky është një moment shumë i rëndësishëm historik për komunitetin shqiptar në Sint Niklas. Patjetër kjo është e rëndësishme në diasporë, sepse mendoj që nëpërmjet ruajtjes të identitetit, siç e përmendëm dhe gjatë takimit, ruajtja e identitetit ndihmon edhe në kultivimin më të mirë të fëmijëve, të ardhmes tonë. Dhe fëmijët që mësojnë për identitetin e tyre, pranojnë identitetin e tyre, janë edhe qytetarë më të mirë në vendet ku jetojnë. Ju si ambasadë shqiptare në këtë nismë, sa do t'ju ndihmoni shkollës? Shkollës në tashmë edhe pa filluar kemi akorduar librat edhe tekste mësimore. Do mundohemi të sjellim edhe tekste të tjera jashtëshkollore, të cilat mund të përdoren nga fëmijët edhe gjatë kohës së lirë, dhe do shohim edhe në vitet në vijim çfarë mund të bëjmë aktivitete të përbashkëta edhe me mësuesët, por edhe me fëmijët. Cili është mesazhi juaj për gjithë prindërit që hezitojnë t'i dërgojnë fëmijët e tyre nëpër shkolla shqipe, sidomos për komunitetin që jetojnë në Sint Niklas? Atëherë mendoj që është e rëndësishme për fëmijët dhe gjuha anëtare është e rëndësishme për fëmijët, sepse siç e thash, është e provuar shkencërisht që gjuha anëtare ndihmon në zhvillimin e fëmijës. Pra do të ndihmojë edhe për fëmijët për të njohur më mirë identitetin e tyre dhe do të ndihmojnë në të ardhmen për integrimin më të mirë. Duke njohur nga vjen, është më lehtë për të integruar në vendin ku jeton. Cili është mesazhi juaj për komunitetin shqiptar që po punon çdo ditë për ta mbajtur gjallë gjuhën dhe rrënjët shqiptare? Jo, unë para do doja ta falenderoja gjithë ata anëtarë të komunitetit që punojnë për këtë. Prandaj thash edhe një nga edhe prania e shoqatës Iliriada, jo vetëm në Antwerp, por tashmë edhe në Sint Niklas, ndihmon dhe është shumë e rëndësishme dhe jemi shumë falenderues për punën që bëjnë në ruajtjen e identitetit shqiptar. Nëse diçka nuk kam kapur dhe dëshiron të shtosh? Jo, do doja të falenderoja shumë mësuesit që angazhohen çdo fundjavë për mbajtjen dhe ruajtjen e gjuhës shqipe. Ju jemi shumë mirënjohës. Faleminderit. Një mesazh fund për gjithë shqiptarët që jetojnë kudo në botë? Do donim që të ishim të tërë bashkë, të uleshim të mësonim gjuhën shqipe, por do ishte mirë që në të ardhmen të ishim gjithë të bashkuar në Shqipëri. Faleminderit shumë. Faleminderit. Do ta falenderoj kryetarin e shoqatës zoti Ismet Ademi, i cili bën një punë të shkëlqyeshme me formimin e këtyre shoqatave, ku përmes të shoqatave shkolla shqipe ruhet identiteti kulturor shqiptar në diasporë, me një formë zhvillohet identiteti dhe bëhet një krahasim me kultura të tjera. Përpos në këtë shoqata që mësohet gjuha shqipe, fëmijët tanë dhe prindit integrohen mes veti dhe nifën mes vetit mes shqiptarëve kudo, po bëjnë edhe me komunitete të tjera, me një formë integrohen më lehtë, zhvillohen më mirë, edhe janë më të pasur në informacionet në përgjithësi. Përpos fëmijëve, këtu kemi komunikimin edhe të nënave fëmijëve, edhe të prindëve, të cilët derisa i bin fëmijën,
takohen, diskutojnë, flasin. Kjo është një kontribut shumë i madh që bëhet për komunitetin shqiptar në përgjithësi në diasporë, dhe se ne si ambasadë e Republikës Kosovës i thrasëm prindit që të përkrajnë të shoqatat në mënyrë që të kenë një shtrije më të gjerë, një zhvillim më të hovshëm dhe një jetë gjatësi më të gjatë. Ambasada e Kosovës dhe ambasada e Shqipërisë i kemi ndihmuar këto shoqatat me libra, me projekte të ndryshme, me përkraje. Andaj ne kërkojmë nga komuniteti jonë shqiptar që të na kontaktojnë përmes emailit për çdo pyetje që ka, për çdo sugjerim. Ne jemi në kontakt vazhdueshëm me këto shoqatat, mund edhe përmes shoqatat të lind kontakt tek ne. Andaj ju bëj thirrje të gjithë komunitetit që të përkrahin këto shoqatat shkollat shqipe në diasporë. Ju faleminderit shumë. Nëse në të ardhmen shoqata Iliriada do të ketë nevojë për konsullin e Kosovës, a do të jeni të gatshëm dhe të hapur për një ndihmesë për shkollën? Ne jemi të hapur për çdo komunikim, për çdo kërkesë. Sa herë që kanë kërkuar shoqata të ndryshëm, jo vetëm shoqata Iliriada, ne kemi kënë në krah të shoqatave. Ne kemi shpërndar libra, kemi bërë programe, edhe vazhdimisht sa herë që ka nevojë, ne jemi aktiv çdo organizim që bojnë shoqatat. Kërkesat janë të mira ardhet për të ndihmuar komunitetin tonë shqiptar dhe shoqatën përgjithësi. Një mesazh të fundit për gjithë diasporën që jetojnë në Belgjikë. Unë kërkoj nga diaspora shqiptare që të keni komunikim më të shpesh mes komunitetit shqiptar mes vetit, të vizitojnë shoqatat, pavarësisht cilën shoqatë shqiptare kanë më së afërm, të çojnë fëmijët në shkollë aq sa kanë kohë dhe mundësi, edhe të kanë një bashkëpunim, domethënë së më shumë që kemi bashkëpunim më të mirë, jemi më të integruar edhe në këtë formë ndihmojnë edhe Republikës Kosovës edhe Republikës Shqipërisë përgjithësi edhe gjithë komuniteti shqiptar në veçantë.